Nuk di sa arsye mund të gjesh për të ardhur në Shkodër. Ka pafund, por ne sot kemi ardhur vetëm për një, Tavën e Krapit. Mirë se keni ardhur në Shkodër, e mirë se keni ardhur në Shirok. Për Krapin, për liçenin, ju flas me dashamirësinë më të madhe. Ma do mendje se vetëm liçeni edhe Tava e Krapit s'ka ndryshuar. As te ajo nuk guxoj me prek gjë. Është një traditë kaq e hershme, sa që na bën mundni krenar. Kjo është një ndër patenta jon për cilën ne e krenojmë. Pa. Na kena si primore, për shembull, me respektu mikun që nuk ardh me Tavë Krapit. Është diçka si. Do me thëmë të bën Tavë Krapit në Shkodër, dije se të kanë lartësuar, të kanë nderuar, sa s'ka. Ka respektuar. Krapi ka një shprehje shumë bukur. Unë pi me raki ose me ven, ose me ven ku kam kenë. Ja, ose se lëmë. Gëzuar. Mirë se keni ardhur. Gëzuar. Nuk di sa arsye mund të gjesh për të ardhur në Shkodër. Ka pafund, por ne sot kemi ardhur vetëm për një, Tavën e Krapit, cilën do na e tregoj Ersiti, po para Krapit do na tregoj një herë liçenin edhe si kapet Krapi. Përshëndetje dhe faleminderit shumë që na pritet. Mirë se keni ardhur në Shkodër. Te Shiroka në Shkodër na than nuk ka tjetër restorant më të mirë, kështu që faleminderit shumë që na pritet. Faleminderit ju, mirë se keni ardhur në Shkodër, e mirë se keni ardhur në Shirok. Për Krapin, për liçenin, për gjithë do flasim. Jo flas me dashamirësinë më të madhe. Ti je shkodran apo jo? Patjetër. Shkodran. Patjetër. Edhe keni restorantin këtu? Po. Kjo është një trashëgimi që e ka nis baba. Tash po e vazhdoj unë. Nëse mund ta arrij ose edhe më përmirësu, po. Sa vjet ka restoranti? Restoranti ka 30 vite. 30 vjet. Që në vitin 96, fillimet e vitit 96, që ka fillu baba me restorantin, deri në ditët e sotme. Ma do mendje se vetëm liçeni edhe Tava e Krapit s'ka ndryshuar. Asgjë. S'ka ndryshuar ato. Te ajo nuk guxoj me prek gjë. Nuk guxoni me prek. Pse e ruani me traditë akoma Tavën e Krapit? Një gjë që ruhet me fanatizëm shumë të madh, sepse realisht është nga ana monetare, le të themi është shumë e fryqme, por edhe që është një traditë kaq e hershme, sa që na bën mundni krenar, edhe nuk kena pse me ndëshu, sepse është edhe e mirë. Nuk e di, do ta shikojmë. Do ta shikojmë pastaj kur ta gatuajmë, po Krapin ku ta marrim një herë? Krapin vetëm në liçenin e Shkodrës. Liçen. Zakonisht peshkatarët në fshatin Zogaj, që ndodhet pak ma tutje, po ashtu edhe në liçenin e Shkodrës këtu te peshkatarët e Shirokës. Si funksionon ju Ersit? Ju jeni të lidhur me peshkatarët cilët sjellin peshkun, e merrni, e përballon gjithë kërkesa, prodhimin që ka, le të themi liçeni? Duke pas parasysh edhe eksperiencën tashmë 30 viteve, siç e thamë, tashmë ne jena bërë besueshëm edhe për peshkatarë, shu që kena ato peshkatarë tonë zgjedhën, cilët na furnizojnë me kap. Normalisht periudhën e verës, kur edhe kërkesa rritet shumë, ajo ka pak vështirësi, por në përgjithësi ja dalim të kemi. Po si ja bëni për shembull, i seleksiononi klientët apo edhe ndonjë peshk tjetër, fusni ndonjë peshk tjetër, si funksionon? Kjo është një ndër kriteret bazë që them drejtën ja di shumë për nerë babës tem, sepse ai e ka vu këtë rregull që Krapit me kenë i liçenit, Shkodrës, edhe Krapin nëse nuk është gjallë të lutem mas ma bjerë. Kjo është një kriter që ne e kena vu, edhe unë do ta vazhdoj me krenari, sepse realisht kjo është një ndër patenta jon për cilën ne e krenojmë. Po, ju vini e merrni vetë peshkatarët këtu, do me thënë? Po, vime, marrim e sjellin ato, duke qenë se edhe distanca këtu është afër nga anijet këtu ku ankurohen që ndalen këto anijet, deri te restoranti jo, nuk është distancë lartë. Vime, marrim ne e sjellin ato. Si ta dallojmë një krap të mirë? Do flasim edhe në kuzhinë, po. Një krap të mirë dallohet që është nga luspat, le të themi pjesa poshtë, ne thojmë krapi mirë se ka krapi kuq.
është poshtë, ka të lushpat si të kuqe, si i përvjen pak ma i zi, le të themi. Ajo është një ndër kriteret kryesore që dallohet edhe krapi i Shkodrës. Po, më thatë pak më herët që baba ju ka lënë edhe një porosi tjetër për krapin, që ta merrni me grep? Peshkohet me grep? Gjithmonë. Çdo të thotë peshkohet me grep? Gjithmonë krapi me ken grepit. Krapi i grepit është ai krap që është jo i peshkuar. Jo i rrjetave? Ose... Edhe i rrjetave, por jo me mjete tjera. Dinamit apo të ngjashme për këto e ke fjalë? Le të themi që dikur kanë ekzistuar. Po pse e dëmton domethënë, nuk është i shishëm. Normal. Po ja dilni vërtet, ja dilni që gjithë prodhimin që merrni nga liçeni ta kapni me grep edhe. Po. Fal Zotit ka liçeni prodhon ka krap mjaftueshëm. Ndaj problematik keni ju apo çdo gjë shumë mirë? Problematika atë është. Problematik. Në fakt dua të them nëse prodhimi i peshkut po bie ndoshta çfarë po ndodh për ta kuptuar më mirë? Për këtë gjë herë mas here evidentohet që ndoshta mund të ketë edhe gjëtit pa liçme, po rastet janë reduktuar, me të thënë drejtën, rastet janë reduktuar shumë, por prap me të thënë që nuk ekziston, nuk mund ta them. Kjo është një ndër gjëra që për të cilat ne shpesh herë edhe kur jena pyet për në lidhje me këtë gjë, si më thonë, ne e kena evidentuar si problematik. Sepse kjo gjëtia e paligjshme dëmton vestë e peshkut, nuk rritet, nuk është i mirë. Kështu që është zinxhiri që shkon deri te produkti final që është te tava e krapit, a kupton? Çdo gjë ka impaktin e vet deri që më rrin te pjata. Ju keni mbaruar shkollën? Me çfarë merreni? Jeni vetëm i angazhuar në restorantin tuaj? Realisht nuk kam shkollimi im nuk ka të bëjë shumë me pjesën e restorantit. Unë me profesion jam inxhinieri kompjuterike. Por pasioni për kuzhinë, se ndoshta edhe qysh në fëmini. Se qysh fëmini ka marrë me një jam rrit këtu, si me thonë edhe kjo gjë ka bë që thellë mbrenda met është ngulit ajo dëshira dhe pasioni për shërbimin e mirë, për kulinarin, për me rujt traditën, pse jo. Dhe gjitha këto kanë bëhe që sot unë po vazhdoj këtë iniciativë që baba em ka marrë dikur më përpara. Shikojmë shumë turistë të huaj, në fakt, si punoni, kryesisht me të huaj, apo? Shumë. Kjo është një vlerë shtume për ne dhe falë Zotit që çdo vit ne kena, nuk di me t'i thonë prej ardhjet e tyne se nga cilat vende janë. Nga cilat vende vinë. Vinë vetëm për tavën e krapit. Kryesisht për atë vinë. Për me shiju një pjatë tradicionale. Kryesisht krapin gjallë. Do me thënë Shkodrën e prezantoni ju? Po, ne me të thënë drejten bëj e ki punë bajmë. Punë pa lek. I shërbeni atë dhe, o që të qoftë një farë mënyre, kështu që na vlen. Shpërblimi mund të jetë në mënyra të ndryshme. Më tha që peshkoni edhe në gjalla? Edhe në gjalla. Absolutisht që edhe në gjallat. Gjallat janë një ndër ushqimi pjata tjetër tradicionale që ne bëjmë këtu. Gjithashtu tava e ngjallave me oriz, që është një pjatë tjetër tradicionale e zonës këtu, kryesisht e Shirokës dhe e fshatit Zogaj. Njallat në tjegull është po ashtu një gatim tjetër që është shumë i mirë. Si gatuhet në tjegull, vërtet? Po, marinohet njalla me vaj ullirit, me limon, me majdanoz, hedhet edhe pak domate, pjeket në tjegull edhe shërbehet në tjegull. Ti edhe gatua? Herë pas herë, kur ka fluks, futesh edhe në gurgji. Ne tani jemi në mesditë, le të themi, edhe nuk ka peshkatar, por kryesisht peshku vjen në mëngjes. Që ju merrni furnizimet edhe pastaj kryesisht mëngjes. Kryesisht mëngjes dalin peshkatarët, që bëhet edhe shpërndarja pastaj gjithë peshku që ata kanë zonë. Dhe jo presim ndoshta edhe një ditë tjetër në mes që duhet të vim patjetër, po shumë fjalë të mira na the për tavën, tani besoj se është momenti ta shikojmë mirë. Let's go. Let's go.
Kur kalon për Shirok tani nuk ka se si të mos të bjerë në sy edhe pedonali e re. Sa kohë ka që është bërë? Ka rreth 4 vite diçka, pak më shumë se 4 vite. Mendoj se ka ndryshuar disi, ë? Absolutisht Ka ndryshuar diçka shumë. Impakti që ka pas në zonë është jashtëzakonshëm. Pse çfarë ju ka bërë? Është bërë si qendër, është bërë pikë, si me thënë, njerëzit nuk vinë thjesht për me kalu, për me shku direkt në restorant, mund vinë edhe thjesht me bërë një ecje, duke pas parasysh që edhe qyteti nuk është shumë larg. Si me thënë, njerëzit Shirok ka aksesuar edhe në kam me bicikleta. Me bicikletat ne i kena të qytetit. Qytetit e janë shumë famshme, si me thënë, në këtë aspekt. Pash që tek liçeni kishte edhe një sër aktivitetesh që mund të bëheshin nëpërmjet ndoshta agjencive ose nuk e di se. Këtë vit janë shtuar edhe bicikletat në ujë. Bravo. Si pjesë e traditës tonë që është bicikleta, janë shtuar edhe bicikletat në ujë. Edhe janë edhe varkat të cilat bëjnë xhiro nëpër liçen, gjithë bregun e liçenit deri në fshatin Zogë, deri në pikën kufitare, pastaj edhe kthehen. Kjo i shërben më shumë edhe pjesës turistave, sepse këto mund të themi është bërë edhe si një tur që dalin, bëjnë një xhiro me bicikleta ose me anije, pastaj vinë drekojnë. Vinë drekojnë te ju keni raporte me agjencitë për shkak që vinë sjellin grupe turistësh? Patjetër, ka shumë. I përballoni, domethënë grupe turistësh. Jo, jo të mëdha, jo shumë mëdha, po. Sa ka kapacitet restorant? Po. Shumë. 40-50 persona, absolutisht shumë. Shkëndetava e krapit. Ja dhe te kuzhina, po na pres shef mirë, mirë se u gjetëm. Ju kemi shkëputur pak nga puna, po besoj e meriton tava e krapit për të folur ca. Faleminderit, mirë se ardhë. Sa vite keni shef mirë që punoni këtu? Këtu kam afërsisht 3 vite që punoj. Por në këtë zanat kam rreth 25 vjetë që punoj. 25 vjetë. Kryesisht me gatimet e Shkodrës? Me kuzhinë përzime internacionale, edhe me kuzhinë italiane, por zakonisht në zonën e Shiroks është diçka prej krapi edhe njolla. Sepse çdo njeri që vjen do të provojë zonat e zonës, edhe prej janë krapi edhe njolla si njihet zona Shiroks për këtë produkt. Edhe ne sot për këtë kemi ardhur për tavën e krapit. Po, tu kemi marrë krap, i cili është krejt i freskët. Kemi marrë pak kryp, kumë dhe thota. Pse është i prerë? Pse duhet të jetë i prerë apo? Duhet të jetë i prerë. Si është më i mirë i gatuar? I gatuar është më mirë për efekt gatimit është i prerë sepse një krap 10 kg është shumë i madh. Është shumë i madh, nuk mund ta Zakonisht sa peshojnë krapi që merren nga liçeni? Krapi që merren nga liçeni është 8 kg edhe sipër. Ashtu ë? Po. Më i vogël nuk e morën për arsye sepse del i vogël, del kurmi i vogël, e kupton? Ky është një krap që është rreth 8 kg i madh. Kupton? Edhe shija ko 8 kg sipër, por më i vogël është nuk futet te tava e krapit, që mund ta shpjegoj. Kupton? Ju ku e keni mësuar tavën e krapit? Në shkollë të kuzhina që keni bërë apo nga gjyshat? Unë e kam mësuar zakonisht prej përvojës punës. Prej përvojës punës që kam bërë me vite si punoj, për përvojës punës, a kupton? Kur punosh në vendet të ndryshme, gjithmonë merret që mendon ti që është më mirë për punën, a kupton? Po pse tava e krapit ka receta të ndryshme ti në vendet që ke punuar apo është vetëm një unike? Është një unike. Sepse mund gatuhet në mënyra të ndryshme, por receta e krapit është unike. Çfarë ka bazë? Ka krapin e freskët që është kryesorja, që Ersiti më siguroi që e merrni nga liçeni. Po. Çepa, që është bazë, gjithi lori ose gjithi drafin, siç e thoni ju, kumullat thota. Edhe këto për marrjen e krypa edhe ufull. Edhe ufull. Nisim ta përgatisim edhe bëjmë edhe pak shpjegim. Po tjetër. Tu marinojmë krapin, marinojmë qast. Po tregoni sekret sot apo nuk është aq sekret receta e krapit? Nuk është aq sekret sepse kjo është diçka mos e normale në qytetin e Shkodrës. Ka filluar hershëm tradita e recetës së krapit? Po ka filluar me vite, me shumë vite përpara.
është për shkak të peshkimit, është e lidhur janë për shkak edhe të zonës. të zonës, për shkak të liçenit. Ju nuk e keni mësuar nga gjyshet, nga ndoshta Po na për gjysheve e kena mësu, por koha ka evolu, a kupton? Koha ka evolu dhe kjo është zakonisht kjo është një gjatë tradicionale shumë e vjetër, a kupton? Por më varet edhe te familja për shembull se pse në zona të ndryshme gatuhet ndryshe apo jo? Nuk është se gatuhet ndryshe, por çfarë i bëjnë kumbulla? Çfarë shi e japin? Japin pak të ap? Ka napin athinin, a kupton? Se kombinohet shija e embëlsirës pak me atë athinin. Edhe këtu kemi qepin që cilën e kemi përgatitur me salcë, me ufull, me piper. Apo më duket se te kjo salsa është sekreti, se është e përgatitur edhe ne nuk e dim çka brenda. Po kjo është diçka e zonës. Që ka salcë, ka qep, Ka qep, domate, po, edhe piper. edhe piper. Kështu do të shepi, pastaj se çka brenda. Merr shumë kohë tava e gatimit të krapit? Po merr pak sepse do të gatuhet edhe qepa. Qepa do të rrinë pak a shumë derisa ajo të shuhet, të bind, marrin ngjyrën e vet, kupton? Kjo është tava që gatuani më shumë këtu në restorantin e Po shefës? normal. Kjo është tava, me pëlqyera. Me pëlqyera. Sepse çdo njeri kur vjen do të kërkon diçka tradicionale. Diçka të zonës. Për çaj gatuani në për e kam fjalën në për festa, është më shumë tradit, për çfarë është më shumë tradit tava e krapit në zonën e Shkodrës? Tava e krapit, Apo për të pritur mirë një mik për ta nderuar? kjo është për me respektu dikën, për me prit mirë një mik. Na e kena si primore, për shembull me respektu mikun që nuk ka ardhur me tavë krapit. Është diçka si Do me thëmë, të bën tavë krapit në Shkodër, dije se të kanë lartësuar, Ka të kanë respektuar, ka nderuar, respektuar. sa s'ka. ka respektuar. Tani, liçenin e Shirokës e kemi këtu më duket në tavë. U përgatit shpejt dhe mjafton tani ta fusim furr, apo jo? Patjetër. Sa gradë, sa kohë? Kjo futet në temperaturën 350 gradë për rreth 25 minuta, 30 minuta. Dhe është gati. Dhe është gati. Me zi e presim. Tjetër. Po presim që të bëhet tava e krapit, po Patjetër. lexova në një koment në rrjetet sociale që thoshte se nuk është tavë krapi e mirë nëse bën në furrë korrenti, duhet druri. Tani çfarë përgjigje ti themi atyre? Përgjigjja është se puna bëhet mbas varësisë kushteve si mund të kesh ti. Sepse në një ambient të tillë nuk mundesh me pas furrë drunit kur ambienti është shumë i Nuk vogël. janë ndryshon shijen. Nuk janë ndryshon shijen. Është shije mirë edhe shije kjo mirë. tava. Po normal. Erside pas ke siguruar stafi? Po. Të gjithë në Shkodran? Gjithë Shkodran janë këtu? Kë kemi më të renën, më të vjetrën? Ma Shkodrania është Vjollca. Më Shkodran është Vjollca. Vjollca sa vite ke që punoni këtu? Është ma Shkodrania. Është ma Shkodrania e vjetër. Po shkodon e vjetër. Kurse Ja, ka për edhe vjetërsi dy vite, ka e kanë Vejibin. Ja, është ma e vjetra. Vejibja ka 21 vite. Tani s'keni lëvizur ju, apo ju ka mbajt mirë Ersidi? S'kam lëviz se mos për shtati këto. Shumë mirë. Po punoni orë të gjata, se kuzhina kërkon shumë lodhje, shumë angazhim. Megjithatë, pas keni staf të vogël edhe të mirë, siç duket i qëndrueshëm, është edhe djali. Po. S'ka gjë. Është në kuzhinier? Ky është kuzhinier edhe ky. Kuzhinier, edhe zonja. Me kaq e mban gjithë kërkesën që keni. Po. Është edhe një, po ajo është në ditën e saj pushin. Shumë mirë. Nuk ke pasur mungesa, nevojë për punëtor, fuqi punëtore tjetër? Po, por asnjëherë nuk kemi synu këtë tregun e të hujve, se në panë gjithmonë kena pas qef me njerëzit tonë. Të paktën deri një moment që deri kur t'ja arrim me njerëzit tonë, ta bëjmë me njerëzit tonë. Se, nuk të pëlqen përfshirje të huajve në Po, kuzhinë? Ndoshta është e vështirë t'ja shpjegosh tavën e krapit atyre si një ta mund bëj? t'jetë edhe vështirë, dy gjithkush punon për lek, por ka edhe një moment
ndoshta edhe në subconscient që punon edhe për një emocion. Që ndoshta një huj nuk ka me arrit, nuk ka me arrit këtu. Nuk e ndjen. Kurse thamë që stafit që ne kena, njerëzit që janë akoma këtu, Mirë, vjen një moment që e prekun edhe atë pikën emocion. sa pas ke këto, qenë ke dorë sigurt në rrugë të mbarë me sa duke. Pastaj Janë tre. do ketë Shkodran tjerë pa tjetër, është e madhe Shkodra. Për Si të këto vazhdu traditën. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. ju. Faleminderit ju. Shkodran Faleminderit. Tarkun. Tani kanë kalu 25 minuta, tava u bë, është gati për konsumim. Me çfarë sugjerohet, shoqërohet kryesisht tava e krapit, që t'janë ngjorë shihen më mirë? Kjo si quhet varësi të njeriut që dëshiron me pi. Krapi në Shkodër ne thojmë diçka. Krapi thot ompi me raki ose me ven, ose më lën ku kam kënë. Na sill shishet e verës pra. Edhe të rakis. Edhe të rakis e ta shijojnë. Kjo është Kjo është varësi receta kombinimi perfekt. Faleminderit shumë, ju lutem Faleminderit. nduar dhe faleminderit shumë që na pritët. Ndërkohë pash edhe tigullën që është aty. Po. Çfarë gatuani zakonisht në tigull? Tu gatuim krapin edhe njolen. Edhe krapin Po, prapë në po, tigull, po. të njëjtën recetë? Jo, Është ndryshe. është ndryshe, krejt ndryshe. Është, domethënë pa Po akumë thota, po salcën, salcë. Po. Është thjesht jo si peshk. po thjesht marinohet me domatet freskët, me pak qep, pak hudër, lang limonit, pak verë për sa për shure, krip edhe futet në furrë. Kjo ka një shihet jashtëzakonshme edhe kjo. Edhe ajo. Shumë të mirë. Më thatë në fillim që harrova ta përmend se më e mira për krapin është që të futet një herë në frigorifer. Po, tjetër. Pasi e merr Po, tjetër. nga Po, liçeni, tjetër. Po, duhet tjetër. të futet në Të pushoj. frigorifer të pikset. Të mpikset. Të mpikset. Po tjetër. Tani në pamje duket shumë e mirë. Le ta provojmë, le ta shijojmë. Po tjetër. Tavolin. Ju Po, lutem tjetër. nduar, faleminderit Faleminderit edhe shumë. ju. Ju bof mirë. Nuk e lam të kthehet në liçen Ja, ja, ja. krapin, me verë, si that ju në kuzhinë. Krapi ka një shprehje shumë bukur. Ompi me raki ose me ven, ose më lën ku kam kënë. Gëzuar. Mirë se keni ardhur. Gëzuar. Gëzuar. Gëzuar.